Qyteti i Libovës ka marrë një pamje tërësisht festive në prag të Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri. Dekoret dhe dritat shumëgjyshe kanë zbukuruar qendrën e qytetit, sheshet publike, muret e lashta të kalas, si dhe fshatrat përreth, duke krijuar një atmosferë të veçantë për banorët dhe vizitorët. Ndezja e dritave të Bredhit u shndrua në një moment simbolik për komunitetin, duke mbledhur qindra qytetarë në qendër të qytetit. Fëmijët më të gëzuarit e kësaj feste e përjetuan atmosferën me këngë, lojra dhe emocione të veçanta. Në këtë aktivitet festiv morën pjesë edhe drejtuesit vendor, kryetari i bashkisë Leonard Hide dhe prefekti e qarkut Albana Hasanaj, përcollën mesazhe urimi për qytetarët duke theksuar rëndësinë e këtyre aktiviteteve për forcimin e jetës sociale dhe kulturore të qytetit. Doja të ndaja me fëmijët durimin e përditshëm, doja suksese, lehtësime, në ndezën e dritave, në ndezën qëra dhe sytë e tyre. Unë do të uroja që të jemi nga vit bashkë me një tjetrin, bashkë me familjet tuaja, në atë zoni njëri tjetrin, në atë zoni dhe në të vit. Uroj me zemër që simbolika e kësaj peme, këtyre dritave të përcillet në çdo familje tuajën, duke ndezur dritën e dashurisë, të mirësisë, të paqes dhe të shëndetit. Nga zemra ju uroj gëzuar vitin e ri, mbarësi dhe shëndet për gjithë juve. Dhe punë më të mira për gjithë këta fëmijë që janë e ardhmja edhe e tashmja jo.